Situata në urgjencën e Spitalit Aeronal të Shkodrës duket e qetë në këtë fillim sezoni veror. Gjatë kësaj periudhe numri i vizitave shkon nga 120 deri në 130 në ditë. Në momentin është një situatë normale punët, nuk ka ndonjë mingarkesë të jashtëzakonshme, por janë patologjitë normale ose patologjitë zakonshme që paraqitin në urgjencë, si mana kirurgjikale, ashtu dhe mana e patologjive tjera. Këto sillen diku te 120-130 mesatarisht, ai herë më pak, një herë më shumë, por këto rastet e gastroenteriteve dhe këtu në hala nuk kanë ardhur, nuk kanë pikun e vet. Shefi i urgjencës Artan Dajti bëri të ditur se stafi mjekësor është në gatishmëri për këtë sezon, duke ofruar shërbim cilësor dhe të shpejtë për gjithë ato që kanë nevojë. Vërtet fillon sezoni dhe pak a shumë edhe të përgatitur ose kena marrë masat edhe për ata patologji që janë më të shpeshta ose që rritet numri i tyre. Kryesisht shtimi i lëvizjeve të trafikut, shtoi numrin e aksidenteve. Po kështu edhe në nxehti që ka fillu ditët e fundit edhe këto shton intoksikacionet ose shton problemet nga ushqimet ose pickimet nga insektet, pickimet ose kafshimet nga qarprit. Ata janë diçka që shfaqen sezonin e verës. Nuk janë të panjoftuna për ne, nuk janë të padituna për ne, prandaj edhe ne kena marrë masa që të jenë të gati për sezonin. Jo vetëm qytetarëve shkodran, por shërbim pranë urgjencës, po marrin edhe turistë huaj, ku një ditë më parë një turist është paraqitur pas pickimit nga një gjarpër. Dje ishte rast që kishte ardhur një turist i huaj, sepse këtu të Shqipëri veç popullatës së vendit se ne të detyruar të shërbejmë edhe turistave, qoftë që vinë nga qytete të tjera, nga vende të tjera, qoftë turistave të huaj. Dje në një pickim nga gjarpëri, fatmirësisht për të pa probleme të mëdha, ka marrë ndihmën e duhur dhe është përcjell. Pa vazhdu punën normalisht. Me ardhjen e sezonit veror dhe me rritjen e temperaturave, fluksi në urgjencën e Spitalit Aeronal të Shkodrës pritet të rritet, kryesisht si shkak i virozave të stinës.